Kjo është Bibla ime. Dhe është fjala e Zotit. Dhe fjala e Zotit thot se emri Jezus është mbi gjithçka. Mbi çdo fron, mbi çdo sundim, mbi çdo pozit dhe mbi çdo fuqi të djallit. Fjala e Zotit thot se unë nuk jam viktim, po unë jam fitimtar. Me emrin e Jezusit. Unë jam i shëruar, jam i bekuar, dhe unë kam barësi në çdo gjë në emër të Zotit Jezu Krisht. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Asnjëherë mos të harrojmë që Zoti është i mirë dhe mirësia e Tij vazhdon për jetë. Edhe predikimi për sot për ata që mbajnë shënim, tema është unë jam fitimtar dhe nuk jam viktim. Shumë njerëz kur bisedoj nga mënyra se si flasin, kanë një frym të ligështuar, kanë një frym murmuritje që vetëm ankohen. Dhe nëse e kanë këtë, kjo është fryma e viktimës. Po ne duhet të kuptojmë që në Jezu Krishtin ne nuk jemi të dobët, po ne jemi të fortë. Në Jezu Krishtin ne jemi të bekuar. Davidi tha te Psalmi 103, vargu 1 dhe 3. Beko shpirti im Zotin. Le të themi sot gjithë bashkë. Beko shpirti im Zotin. Thoni pas meje. Beko shpirti im Zotin. Dhe të gjitha ato që janë tek unë, të bekojnë emrin e Tij të shenjtë. Beko shpirti im Zotin. Dhe mos haro asnjë nga të mirat që ai të ka bërë. Ai fal të gjitha pausitë mia. Dhe ai shëron të gjitha sëmundjet e mia. Amen. Haleluja. A nuk është kjo kur ne lexojmë Biblën, a nuk është kjo një fakt ku ne mund të gëzohemi, ku ne mund të marrim forcë? Nëse ti je i dobët, ngrihesh, lexon fjalën e Zotit, e shpall atë me zë, atëre ti merr forca të reja. Ti shërohesh, ti bekohesh. Dhe Davidi thot këtë gjë, që kur ti beson, zinxhirët kaputen. Ndonjëherë jemi në zinxhirat e mërzitjes, ndonjëherë jemi në zinxhirat e trishtimit, dhe ndonjëherë jemi në zinxhirat e vetmisë, ndihemi vetëm që kjo botë kaq e madhe, askush nuk do t'ja di për mua. Por kjo është një gënjeshtër e djallit. Është dikush që do t'ja di për ty. Dhe ky e ka emrin Jezus dhe më mjafton. Thoni njëri tjetrin. Është dikush që do t'ja di për ty. Dhe ai është Zoti i universit. Dhe kjo mua më mjafton. Nëse unë besoj tek ai, mrekullit vije në lëvizje. Shërimi vjen në lëvizje. Bekimi vjen në lëvizje. Amen. Haleluja. Lavdi Zotit. Jezusi na mëson që të lutemi me besim dhe jo me dyshim. Sepse kur ne kërkojmë diçka me dyshim, jemi njësoj si ajo vala e detit që shtyhet nga çdo erë. Dhe ne kemi probleme, ne jetojmë në detin e kësaj bote, por ne nuk mund të lëkundemi nga valët e kësaj bote. Pse? Sepse ne themi beko shpirti im Zotin. Edhe kur ne themi shpirti im, shpirti ka të bëjë me mendimet, me ndjenjat, me emocionet. Edhe shpeshherë emocionet dhe ndjenjat lëkunden nga rrethanat. Por kur ti qëndron në fjalën e Zotit, ato nuk do të lëkunden, ato do të qëndrojnë të forta. Prandaj nëse ti ke qejf të jesh i fortë, të mos jesh në prangat e dyshimit, lutu me besim, qëndro në besim, fol me besim. Edhe lutu sikur shërimi të përket ty. Edhe Zoti kënaqet kur ti i lutesh atij. Ti nuk e bezdis Zotin me lutjet e tua. Shpesh njerëzit thonë, o sa hallem ka zgjidhur Zoti mua, edhe ky i mjaftonte.
ti mendon që Zoti u ngarkua dhe nuk po mban dot më hallet e tua? Janë 7 miliard njerëz në këtë botë dhe ai di gjitha hallet e tyre. Edhe ai di ku duhet të lëvizin yjet, ku nuk duhet të lëvizin. Ai di gjitha, i mban në pëllëmën e dorës së tij. Prandaj sot duhet të inkurajoj që ti të qëndrosh në besim. Mund të ndihesh ndryshe, ose mund të mos ndihesh ndryshe. Pra, ti mund të jesh lutur, mund të ndihesh në ndryshim, po mund e mos të ndihesh me njëherë ndryshim. Fjala e Zotit thot, ti duhet të qëndrosh në besim. Sepse ai që flet me besim, e di që Zoti ekziston, e di që Zoti bekon, e di që Zoti shëron. Dhe duhet të besosh që kur ti je lutur, e ke marrë tashmë lutjen. Edhe Zoti është përgjigjur lutjes tënde. Prandaj, nëse dëgjon këtë mesazh sot, dua që ti të fillosh të thuash Zot faleminderit që ti ke dëgjuar lutjen tënde sot. Thuaj Zot faleminderit që ti ke dëgjuar lutjen time sot. Besoj që ti e ke marrë lutjen, besoj që ti je i shëruar, besoj që ti je i bekuar dhe besoj që ti je i begatuar. Besoj që sot që ti nuk je vetëm. Zoti po lufton betejat e tua. Zoti vazhdon të shëroj sot e kësaj dite. Ka disa mësime që mendojnë që Zoti i përdor sëmundjet që të na disiplinojë ne. Jo. Ne njerëzit mund të jemi ashtu, po Zoti nuk është kështu. Zoti nuk është njeri që të na rrafi ne. Le të qëndrojmë të inkurajuar dhe plot besim për shkak të asaj se kush është Ati yt qellor. Pra, ne nuk po flasim një retorik ose një përsëritje fjalish boshe. Pse po flasim? Sepse unë e di kush është Ati im qellor. Unë e di kujt i besoj, unë e di kush është Jezu Krishti, unë e di kush është fryma e shenjtë. Dhe kur ne kemi një dijeni në frymën tonë, atëherë ne kemi siguri. Dhe kur kemi siguri, ne marrim besim. Dhe kur marrim besim, ne do të fillojmë të flasim me besim. Edhe nëse nuk i shikojmë gjërat ka ndodhur apo jo, ti fillon dhe flet me besim. Ne mund të thyejmë çdo varësi dhe mund të vendosim standarde të reja në jetën tonë. Dhe unë nuk po flas njerëzve të zakonshëm. Ju nuk jeni njerëz të zakonshëm. Ju nuk jeni njësoj si ata njerëzit atje jashtë. Ju jeni fëmijët e Perëndis. Ata që nuk janë këtu nuk janë fëmijët e Perëndis. Ju jeni fëmijët e Perëndis. Dhe unë po ju flas sot si fëmijë të Perëndis. Ti nuk je njeri i thjeshtë. Ti ke fuqi. Ti ke ADN-n e kampionit. Ti je një kampion ose ti je një kampione. Jezusi është kampioni. Dhe ai është fitimtar. Dhe nuk ka pengesë që ti nuk mund ta kapërcesh dot. Nëse ti ke ndonjë pengesë, edhe ti thua si ja dal dot, kjo është gënjeshtër. Ti mund t'ja dalësh. Pse? Sepse Jezusi ja doli. Nëse Jezusi ja ka dalë, ti mund t'ja dalësh. Por kur ti e di dhe kur ti ke një zbulesë në frymën tënde, që ti përket Atit qellor, që Ati dha birin e tij Jezu Krishtin, që vdiq në kryq dhe pastaj shkoi në varr dhe nga varri u ringjall dhe nga ringjalla shkoi në qiell dhe dërgoi frymën e shenjtë që të na zbulojë ne këtë të vërtetë. Atëherë ti nuk je dështak, ti nuk je i humbur, ti je fitimtar. Dhe ti duhet të kuptosh që Ati, krijuesi i universit, qëndron në anën tënde. Ti nuk je vetëm. Jezusi kishte emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia është me ne. Po sa herë ne besojmë gënjeshtra dhe ndihemi sikur po luftojmë vetëm, ti nuk je vetëm. Zoti është me ty. Bibla është mbushur plot me ngjarje të herojëve të besimit që përmes fuqisë së Perëndis kanë kaluar pengesa të mëdha. Nuk ka asnjë vështirësi që mund të pengojë ty, qoftë kjo dhe vështirësi financiare. Sepse Ati juaj e ka emrin
Jave Hire, që do të thotë Zoti që siguron. Thoni njëri tjetrit. Ati yt e ka emrin Jahve Hire, që do të thotë Zoti siguruesi. Por ama duhet të kemi kujdes sepse armiku ynë është djalli. Dhe ai do të donte që ne të mbanim etiketa negative që ndoshta njerëzit na e kanë vendosur gjatë jetës. Dhe arsyeja është që të na pengojnë ne të arrijmë potencialin ton më të lartë. Ka një potencial, ka një fuqi, ka një qëllim që Zoti të ka thirrur ty këtu, që ti të bësh planin dhe vullnetin e Zotit dhe që ti të shkëlqesh Jezusin. Por që ti të kesh shkëlqesh Jezusin, që ti të kesh mbarësi në jetën tënde, pra nëse nuk ka mbarësi në të gjitha fushat e jetës tënde, shiko, mos po beson ndonjë gënjeshtër. Pse? Sepse Zoti të ka thirrur për këtë potencial. Potencialin e suksesit, potencialin e mbarësisë. Dhe ku është problemi? Problemi është tek fjalët. Fjalët janë si farat. Nëse ndalesh tek ato do të lëshojnë rrejnë dhe do të bëhen ajo që ato të është thënë. Pra, nëse një farë mbillet, ajo do prodhoj frut. Dhe ti je duke parë sot ose fruta pozitive, ose fruta negative në bazë të fjalëve që të janë thënë që kur ke qenë i vogël, ose ndoshta që në barkun e nënës. Por, sot është koha që ti të heqësh etiketat negative. Dhe sot ti mund të vendosësh një etiketë të re, të zbulesa thot, kujt fiton, unë do t'i jap një emër të ri. Zoti të ka dhënë ty një emër të ri. Nëse të kanë mallkuar, nëse të ka dhënë dështak, nuk ke mbarësi, sot ti mund të thuash, unë jam i bekuar, unë jam i mbarë në emër të Jezusit, unë jam i suksesshëm në emër të Jezusit. Pra, fillo dhe vendosi vetes tënde etiketa të reja. Pse? Sepse nëse ti fillon dhe flet fjalën e Zotit për jetën tënde, kjo është një farë, do të mbi dhe ti do shikosh frut. Ndoshta nuk do të shikosh nesër. As të martën, po me kalimin e kohës, ti do të shikosh frutin e fjalëve të tua dhe do të hash frutin e fjalëve të tua. Ti nuk je viktim, por ti je fitimtar, ose fitimtare. Shumica e gjërave me të cilën ne përballemi nuk kanë filluar me ne. Ndoshta ti ke pasojat e mallkimit të brezave, ndoshta prindrit, gjyshi, dhe në fundit po ti shkojmë deri në rrejnë muhabetit, Adami dhe Eva janë dy të parët që më katuan. Dhe për shkak të tyre, gjithë mallkimi u shtri në gjithë brezat njerëzore dhe ne vuajmë ato pasoja. Por ama ne nuk kemi pse të qëndrojmë tek Adami i parë. Bibla thotë që Jezusi është Adami i dytë dhe ai erdhi për të krijuar një gjenerat të re. Ai erdhi për të thyer zinxhirin e mallkimit, për të thyer zinxhirin e vetmisë dhe erdhi për mos na lënë vetëm të na marrë nga viktim, të na bëj fitimtar. Mos e humb mundësinë tënde për të thyer ciklin negativ. Nëse ka pasur një cikël negativ në jetën tënde që ka ca njerëz që thonë çdo kusht ose çdo ditë, nuk po them caktoj se dua ta keq interpretoni. Në këtë ditë çdo vit mua më ndodh diçka e keqe. Atëherë thuaj në këtë ditë, në këtë vit mua do filloj të më ndodhi diçka e mirë. Të premten mua do më ndodhi diçka e mirë. Të martën do më ndodhi diçka e mirë. Këto janë dy ditë që tradita në Shqipëri thotë, mos der thuj këtu, mos bëj këtë, mos bëj atë, është gabim. Thyje në emër të Jezusit. Shpallë, e hëna është ditë e bekuar, e martë është ditë e bekuar, e mërkura është ditë e bekuar,
e endja është ditë e bekuar, e premtja është ditë e bekuar, e shtuna është ditë e bekuar, e diela është ditë e bekuar. Gjithë java ime është e bekuar në emrin e Jezusit. Nëse ti po dëgjon këtë predikim sot, kjo është një dritare mundësie, që drita e Zotit, fjala e Zotit po hyn në zemrën tënde, dhe që Zoti kërkon të ndryshojë gjërat në jetën tënde. A do t'jesh ti, ai ose ajo që do të thyej ciklin negativ në jetën tënde? Thuaj bashkë me mua sot. Le të çojmë në këtë. Në emrin e Zotit Jezu Krisht, unë marr autoritet mbi çdo etiket negative. Unë thyej sot ciklin negativ. Unë thyej çdo lidhje nga e shkuara ime që kam pasur me negativitetin apo me mallkimin. Dhe në emër të Zotit Jezu Krisht, unë sot shpall se unë filloj ciklin e bekimeve. Mua do të më ndodhin gjëra të mira, unë do të jem i begat, dhe unë do të kem barësi. Fjala e Zotit e thot, unë e besoj në zemrën time, dhe unë e rrëfej me gojën time. Dhe nga sot e tutje, unë pres që të ndodhin. Në emër të Jezusit. Amen. Haleluja. Kur ti mund ulen, kur ti jesh në shtëpi, ti mund ta zgjerosh këtë, duke thënë, bekime, sukses, çdo gjë që ti nuk e ke në jetë, mund ta kthesh në lutje e ti thuash Zotit që unë e kam në emrin e Jezusit. Mirësia e Zotit do të jetë me ty në një mënyrë më të madhe nga sot e tutje. Ai do të bëj atë që nuk mund ta bësh vetë. Kur të dalësh nga mendësia negative, nga mendësia e mungesës dhe të besosh për më shumë, të ëndërrosh për më lart, të lutesh me guxim, do të ngrihesh në nivele që nuk i ke menduar kurrë që ishin të mundura. E pamundura do të ndodhi. Sepse Zoti thot, a ka diçka të pamundur për mua? Nuk ka. Perëndia i tha Jeremias, profetit Jeremia, para se të formoheshe në barkun e nënës tënde, unë të njihja dhe të miratova. Të kam thirrur të flasësh kombeve. Perëndia të ka miratuar. Thoni njëri tjetrit, Perëndia të ka miratuar që në barkun e nënës tënde. Dhe kjo të mjafton. Nuk e di në e kuptoni sa fuqishme është. Kush është problemi? Problemi që kemi sot në botë është që duam vëmendjen e të tjerëve. Se miratimi ka të bëjë me vëmendjen. Qa mendon filani, filanka, qa mendojnë ata, qa mendojnë këto, për mua. Dhe ne pastaj përpiqemi që ti mbushim mendjen atyre që nuk jemi ata që ju mendoni. Punë e madhe qa mendojnë ata. Ti duhet të mendosh çfarë mendon Perëndia për ty. Nëse Perëndia të ka thirrur, të ka miratuar, bye etiketat e të njerëzve. Kështu që fokusoheni te Perëndia. Dhe qëllimi ti është që ti flasësh njerëzve, tu flasësh kombeve për gjërat e mëdha që Zoti ka bërë për ty. Ti duhet të jesh një njeri që ti flasësh shoqeve, ti flasësh shokëve, tu flasësh kolegëve për gjërat e mëdha që Zoti ka bërë për ty. Para se të lindeshe, Perëndia jo vetëm që të zgjodhi, jo vetëm që të thirri, jo vetëm që të dha jetë, po ai ka vendosur madhështi, pushtet, autoritet. Dhe ai të ka destinuar që ti të lësh gjurmën tënde në jetën tënde dhe në këtë botë. Por armiku, kush është armiku? Armiku është djalli
do të punoj jashtë orarit. Ne themi lumi fle, hasmi s'fle. Kush është hasmi? Djalli është hasmi. Nuk kemi hasën tjetër. Nuk është komshia jote. Mbase ke probleme me komshin, mbase ke probleme me kushurinë, unë nuk e di. Por nuk janë ata burrini i vërtet i problemeve të tua. Nuk janë motrat e tua. Mbase kunati, nuk është as kunati yt, as kunata jote, as nusja e djalit, as vjera. Problemi i vërtet është djalli. Prandaj me atë duhet të merremi ne. Nuk është e mjaftueshme që ne të thjesht të vim në kish, por ne duhet ta kërkojmë Zotin në mënyrë personale. Dhe djalli gjithmonë do të thojë ty që ti nuk je i zgjuar. Nuk je i aftë. Ti nuk je i përshtatshëm, nuk përshtatesh dot me këta njerëz. Ti dukesh si i çuditshëm, dukesh ndryshe. Por mos i beso gënjeshtrat e djallit. Ndonjëherë bekimi ka ardhur, ndonjëherë fitoria ka ardhur, por mund të jetë 10 minuta larg teje. Ti pastaj i beson gënjeshtrat e djallit, friksohesh duke thënë, jo, unë jam i humbur. Po kur ti thua djall, ti je gënjeshtar, unë e kam fitoren, atëre mund të vazhdosh thjesht 10 minuta të ecësh në këmbë dhe ti e gjen fitoren. Pse? Fitoria ishte atje. Djalli ka përdorur njerëzit që kanë folur se ti ke humbur, por në të vërtet ti je fitimtar. Prandaj le të besojmë planin e Zotit. Perëndia është specifik dhe është specialist në zgjedhjen e të dobëtve. Djalli do thojë ty që ti je i dobët, po Zoti është usta. Si u quhet Jezusi? Jezusin e quajtën mjeshtër. Ai është mjeshtër. Është mjeshtër në marrjen e të dobësve. Unë kam qenë një njeri i dobët. Zoti është mjeshtër që të merr ty nga alkooli, mund të marrë nga depresioni, mund të marrë nga stresi, dikë nga një pjesë e jetës e fush e ti, dhe Zoti të merr ai shpoçari dhe t'i jep formë të bën një enderi në mbretërinë e tij. Ai zgjedh njerëz që shoqëria nuk do t'i vlerësonte. Kemi probleme shumë me bullizmin, nëse dikush është i bullizuar ose të kanë bullizuar, Zoti të merr dhe nuk do t'ja di se ç'a menduan shokët apo shoqet për ty. Ai të merr edhe të qëndis. Ai të merr dhe të transformon dhe të bën të vlefshëm për plotësimin e planit të tij. Mjafton që ne të qëndrojmë te duart e Zotit. Ne duhet të lëvizim balta, lëviz nga ambienti, nuk qëndron te balta. Zoti shkon dhe e merr dhe e çon në punishten e tij dhe e përgatit. Kisha është punishtja e Zotit, ku Zoti na përgatit ne, na e formë, na skalit. Mund të marrë një gur me shumë cepa edhe bën gur qoshe. Unë kam qenë një gur me shumë cepa. Zoti me daltën e tij, çak, 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 i ka hequr cepa. Dhe ka bën një gur qoshe. Prandaj, qorto çdo gënjeshtër që të largohet nga mendja jote sot. E di cili është një gabim që bën shumë besimtarë? Shumë besimtarë kur luten duket sikur i luten djallit, aman largohu. Nuk do ikje. Disa besimtarë luten vetëm me mendje. Nuk ikën. Jezusi na e tregoi se si e mundi djallin. Ai e mundi duke rrëfyer shkrimin. Arsye që Jezusi erdhi të na shpëtonte, të na restauronte, të na tregonte rrugën, por edhe modelin si duhet jetojmë, si duhet fitojmë, si duhet kemi në mbarësi. Mos i thuaj djallit të lutem shko. Por merr autoritet në emrin e Jezusit, urdhëroje dhe qortoje, dhe Jezusi tha, shporu nga unë Satan. 2 herë debatoj,
të tretën i dha shporë. Kryengjëlli Mikael në debatim me Satanin nuk e ofendoi. Ka shumë besimtarë që e ofendojnë, fillojnë përdorin fjalë ofenduese. Etiketa negative, jo, ai nuk do largohet. Qefi ti është që ta bëj gojën tënde dhe gojën ti me pis. Por ai do largohet kur ti përmend emrin e Jezus. Çfarë i tha kryengjëlli Mikael? Zoti të qortoft. Kjo është hidhrimi më i madh. Unë të qortoj në emrin e Jezusit. Largohu. Unë nuk e besoj gënjeshtërën tënde. Unë nuk jam humbës, unë jam fitimtar në emër të Jezusit. Unë nuk jam viktim, po unë jam fitimtar në emër të Zotit Jezus Krisht. Ti ke autoritet mbi çdo forcë të ligut, çdo forcë shpirtërore që përpiqet të pengojë jetën tënde, foli në emrin e Jezus. Nuk e të drejtë që qëndrosh në jetën time, nuk e të drejtë që qëndrosh në trupin tim. Një nga temat që të krishterët duhet kuptojnë është drejtësia e Zotit. Dhe ai na ka bërë ne të drejtë, ai na ka drejtësuar ne që ne kemi akses të hyjmë në qiell dhe ti je i drejtë, ti ke autoritet, ti ke të drejtë, ajo djalli. Nuk kemi të drejtat tona si thot bota të vrasim e të bëjmë të jetojmë në shfrenim. Nuk i kemi këto të drejta. Po ama ne kemi të drejta që të jemi të bekuar. Ne kemi të drejta që të shpallim që unë i përkas shumë të lartit. Ti mund të thuash hiq duart nga financat e mia. Ti mund të thuash hiq duart nga e ardhmja ime. Hiq duart nga fëmijët e mi në emër të Jezusit. Unë i përkas Zotit Jezu Krisht. Fjala e Zotit thotë që kur ne i rezistojmë, kur ne i kundërshtojmë, duke qortuar në emrin e Jezusit, i ligu do iki me të katra, do iki me vrap, do iki nga frika, sepse ai nuk ka rrugë dalje tjetër, ai nuk mund të qëndroj kur ti përdor autoritetin që Perëndia të ka dhënë. Ai do të donte shumë të na tërhiqte neve në përthashë theme. Këto ditë ka shumë zhurmë në televizion, në lokale, kudo ku jemi, vetëm flasin njerëzit. Dhe armiku, djalli do të doj shumë që ti të qëndrosh në këto ujëra. Por Zoti dëshiron që ti të ngrihesh. Hiq dorë nga zhurma. Mos beso zhurmën e botës. Nëse ne nuk jemi të kujdesshëm, do të përshihemi në betejë të cilat nuk duhet të marrim pjesë. Ka disa betejë që ne nuk duhet të marrim pjesë. Lëre Zotin të luftoj betejat e tua. Injoro bisedat negative, nëse është një bisedë negative, po flasim për dikë dhe po e bëjnë cop, duke e sharë, duke ofenduar, hiq dorë, largohu. Pse? Se do përfundosh ti i hidhëruar pastaj. Ti mbase s'po flet, por besimi vjen nga dëgjimi, shqetësimi vjen nga dëgjimi, frika vjen nga dëgjimi. Djalli përdor këtë strategji, nuk shpik dot strategji tjetër. Ai kopjon dhe është kopja më e keqe e Perëndis. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm që të dëgjojmë fjalën e Zotit. E vetmja gjë që ne duhet të dëgjojmë është lajmi i mirë, që të lexojmë Biblën dhe ta mbushim zemrën tonë plot me fjalën e Perëndis, të flasim emrin e Jezu Krishtit. Fryma e Zotit na mëson përmes apostullit Paul, te kapitulli 6, letrës drejtuar Efesianëve, për armatimin e Perëndis, që të qëndrojmë në ditët e këqija. Ne po shikojmë që bota po bëhet e keqe. Dhe në ditët e fundit, thot fjala e Zotit, errësira ose e keqja do të shtohet. Do të bëhet akoma më e madhe. Por ne duhet të qëndrojmë. Si mund të qëndrojmë? Zoti na ka dhënë armatimin ditë për ditë, ne duhet të mendojmë për armatimin e Perëndis. Dhe fjala e Zotit flet për pasmorën e drejtësisë, brezin e së vërtetës, flet për ungjillin e Krishtit të mbathur në këmbët tona, edhe gjithashtu për shpatën e frymës së shenjtë, por thot mbi të gjitha. Le të themi gjithë, mbi të gjitha. Merrni mburojën e besimit.
është shumë e rëndësishme që ne duhet të kuptojmë pse, sepse ka shigjeta të zjarta të ligut. Djalli dërgon shigjeta të zjarta. Dhe kur ndodhim ndonjëherë në presion, kur ndodhim ndonjëherë në mes të problemeve, sikur na djeg këtu. Është një shigjet e zjartë që djalli ka nisur kundër teje. E gjitha armatura e Perëndis është shumë e mirë, shumë e fuqishme. Por Pali thot, siguroni që të marrësh mburojën e besimit. Kur ne marrim një vendim për ndryshim, pra, ti po jetoj në farë mënyrë, le të themi, dikush mund vendosi që unë do lë duhanin. Kur unë vendosa që të lija duhanin, kishte nga shokët e vjetër që vine dhe ma bëni me tym duhani në fytyrë. Nëse dikush do vendosi të lëj drogën, unë jo plot raste që i kanë vajtur miqtë e vjetër, kanë dashur ta grabisin që ta çojnë prapë atje. Nëse dikush vendos që të lëj hajtutrin, do ven miqtë e vjetër që ta ngacmojnë. Nëse ti vendos të lësh thashethemet, do kesh prapë sulme që thashethemet të tërheqin aty. Është shumë e rëndësishme që ne duhet ta kuptojmë që kur ne marrim një vendim për t'ju përkushtuar më shumë Zotit, pra do harxoj më shumë kohë në lutje, në lexim, po edhe ti shërbej Zotit. Do lutem që të hap një qelisë të re. Djalli do të gjej punë, do të gjej njerëz kastile që mos të lejojnë që ta bësh. Kur ti merr një vendim për të nderuar Perëndin në jetën tënde, njerëzit do fillojnë të flasin kundër teje. Njerëzit do fillojnë të shkaktojnë telashe dhe probleme. Ndoshta një shigjet sëmundje do të dërgojë djalli kundër teje. Ndoshta një koleg hile qarë në punë të bën me hile. Ndoshta në familje do dali dikush që do të ngacmoj, thjesht që mos të lejoj t'i shërbesh Zotit. Prandaj sot unë duhet të them që ngrini burojën e besimit dhe merrni një vendim që mos të dëgjoni këto gjëra. Burojën e besimit, romakët i hidhnin ujë, banin dhe një kështu tip, nuk ishte shishe në ato kohë, po banin nga ato tip kacek të vegjël, pe lëkure, plot me ujë, dhe kur armiqtë e tyre i gjuanin me shigjeta, ata i lagnin burojën dhe shigjetat e zjarta shuheshin. Lagën burojën e besimit me ujin e fjalës. Me fjalën e Zotit. Jo me shqetësim. Jo do i bindem se s'kam ç'a bëj. Jo. Qëndroj fort në besim. Lutu. Dhe bindju vetëm Zotit. Problemi është që zakonisht ne shohim vetëm aspektin fizik. Ne shohim vetëm njerëzit. Por problemet tona kanë një burim. Dhe për çdo problem të dukshëm ka një burim të padukshëm. Dhe ne duhet të merremi me burimin e padukshëm. Ne duhet të lutemi, ne duhet të shpallim fjalën e Zotit. Sepse djalli do që të na mërzis dhe të na dekurajoj në mënyrë që ne të tërhiqemi mbrapa. Shigjetat vinë që të na shpërqendrojnë. Që, mjafton, ti po lutesh, ti po lexon Biblën, ti shkon një herë të dielën në kish, shkon të martën, edhe mjaft. Por ne kemi një qëllim, ne duhet i përkushtohemi Zotit për të hapur qeliza të reja. Të sjellësh njerëz të rinj në kish. Kur ti predikon Ungjillin dhe studion fjalën e Zotit dhe të tjerët, ata shpëtohen. Dhe mos predikimi i Ungjillit do të thotë që ne i dënojmë njerëzit që të shkojnë në ferr. Tani është diçka që duhet ta vendosim ne. Dhe predikimi i Ungjillit mund të zgjerohet ose pengohet vetëm nëse ne qëndrojmë drejt me Zotin. Dhe djalli kërkon që të na shpërqendrojë.
kërkon që ne të kemi një frymë dobësie, të jetojmë si të dobët. Keni pa një njerëz që kur bisedoni i thonë, ma ka fajin ky, ajo gjithë bota e ka fajin, vetëm ata janë të drejtë. Kjo është fryma e dobësisë. Dhe shumë të tjerë jetojnë të ligështuar. Pra nga dobësia kalon shkallën më poshtë, që është ligështimi. Nga ligështimi kalon të hidhërimi. Dhe kur ke arritur në këtë pikë, është shumë e lehtë që djalli të përdori dhe të mposhti. Dhe pastaj ka shumë besimtarë që jetojnë me ankesë dhe murmuritje. Ankohen dhe kundra Zotit. Ne duhet i ndalojmë të shigjeta të zjarta të vinë kundër nesh. Dhe ne i ndalojmë ato vetëm me mburojnë e besimit. Besimi është mburojnë. Të besosh se Perëndia është në kontroll, të besosh se Perëndia ka premtimet e tij për ty, dhe ti shpall premtimet, dhe ti qëndron në paqe. Çfarë do lloj gjë që vjen vërdall teje, ti ke paqe. Sido që të sillen kolegët në punë, ti ke paqe. Askush nuk ta vjen dot paqe ty. Pse? Sepse Jezusi është princi i paqes. Dhe nëse ai banon në ty, shëndet, bëj veshët shurë. Shpesher, unë them Zot, i bëj veshët shurë, dhe asgjë nuk do hyj nga ato që dëgjoj në zemrën time, dhe as në shpirtin tim. Ne nuk jemi nga ata që triqemi mbrapa për humbje, por jemi nga ata që ecim përpara për fitore. Bëje premtimin më të madh se problemi. Shumë njerëz mendojnë që shkarkohen kur tregojnë problemet, por unë po ju them, gjej një premtim për çdo problem. Madje dikush besimtar u mërzit kur unë i thash, më gjej një varg për atë që ti po kërkon. Apo i kërkon Zotit diçka? Po, gjej një varg që e mbështet besimin tënd në Bibël. Ti nuk mund t'i kërkosh Zotit gjëra jashtë Bible. Sepse nga e dim që ai plotson gjërat tona kur ne i kërkojmë gjërat që janë në vullnetin e tij. Nëse i kërkojmë gjëra që janë jashtë vullnetit të tij, duhet jetë jashtë Bible pastaj. Dhe shumë e rëndësishme që ne ti qëndrojmë çfarë do lloj shigjete që i ligu në dërgon, dhe kur ne qëndrojmë në fjalën e Zotit, kur ne lutemi në emrin e Jezusit, gjërat në sferën e padukshme ndryshojnë. Atmosfera vihet në lëvizje nga emri i Jezus. Qielli vihet në lëvizje. Ushtrit qiellore presin të dëgjojnë nga ty dhe nga unë emrin e Jezus. Kur Jezusi po kryqëzohej në Getsemani, po e merrnin zvarr, po e keq trajtonin, fjala e Zotit thotë që ai thot Pietrit që unë mund t'i lutem atit se janë gati 72.000 engjëj të vinë dhe ta bëjnë botën hi. Por ai nuk e bëri. Ata engjëj që ishin gati të vinin për Jezusin ta ndihmonin në kryq. Bibla thotë e Hebrejt kapitulli 1 vargu 14. A nuk janë të gjithë frymra shërbenjës që dërgohen për të shërbyer për të mirën e atyre që kanë trashëguar shpëtimin? Nëse ti beson në Jezusin, ti ke trashëguar shpëtimin dhe angjëjt e Zotit janë gati janë gati të veprojnë për ty. Prandaj është shumë e rëndësishme që ti të kërkosh Zotin. Le të shohim. Haleluja. Me sa duket bateria, na çoj deri në fund. Ka tjetër? Lavdi Zotit. Le t'i ngrem duart lart. Mendoni çfarë shigjete të zjarrt të ka nisur armiku ty sot. Mund të jetë një sëmundje, mund të jetë një dëmtim në trupin tënd. Mund të jetë
në mendime, mund të jetë në familje, mund të jetë edhe në kishë, mund të jetë edhe me njerëz të tjerë që ti mendojë ndryshe, po janë ndryshe. Burimi nuk janë ata. Shpallë sot në emrin e Jezus, unë lutem në shpallë gjakun e Krishtit mbi jetën time. Zot, derdhe frymën e shenjtë dhe merr kontroll mbi mua. Unë thyej çdo etiket negative, çdo fjalë që është hedhur kundër meje, unë marr autoritet sot dhe thyej në emër të Jezusit. Dhe unë shpall se unë jam i pranuar, jam i aprovuar. Vëmendja e qiellit është mbi mua tani. Sytë e Zotit janë mbi të drejtët. Dhe unë jam drejtësuar nga gjaku i Jezusit. Edhe në emrin e Jezu Krishtit, unë shpall sot se unë nuk jam viktim, por jam fitimtar. Unë jam i suksesshëm dhe Satani është poshtë këmbëve të mia. Dhe unë shuaj çdo shigje që të jetë e zjarrt sa të doj, unë shpall ujin e fjalës. Shpall gjakun e Krishtit. Si mburoj në jetën time, në emër të Jezusit. Amen. Haleluja.